Këtu jemi tek shtëpia e cila është ndërtuar nga shoqatat jetimat e Ballkanit. Shumë e kena vështirë, 4 anëtor jëm, për blempe kena shumë, për na pik nalë notën, si një shima i vëgli me ro këtë botë këtuj. Për blem djallin e kom pas tash smut, me punu s'puna i kom privat që të kur të më thire ka njëherë, për një shpijena mas në zortin, një strehem ja both mive. Përshëndetje nderuar shikues dhe ndëgjues të emisionit të Harruarit në RTI. Jemi prapë në emision, mirë po sot jemi një rrugë për një familje që para pak kohë e kemi treguar në emision një histori të dhimbje. Atë ditë pom varfëri, pasiguri dhe një babë që s'kishte si të siguronte fëmijëve as gjërat më bazike. Sot rrugën po e bëjmë, domethënë, që po e bëjmë është më ndryshe. Nuk po shkojmë më me tregu dhimbje, po shpresë. Fal shoqatës dhe bamirësve që kontribuojnë në jetimat e Ballkanit dhe njerëzve, domethënë, bamirës kësaj familje ju është hapur një derë e re. Që po i ndërtohet shtëpia dhe kryefamiljari ka filluar një punë të re. Po shkojmë pa nga afër se çka do të thotë kur një ndihmë e sinqert e kthen dinjitetin e një familje, sepse ndonjëherë ndryshimi i madh fillon me një zemra të vogla që s'heshtin. Pra, e gjithë kjo rrugë që po marrim me vullnet shumë të madh, sepse nga misioni jonë të Harruarit ja kemi dalë që kjo familje sot të ketë një shtëpi. Ne ju falenderojmë gjithë ata që na shikojnë dhe kontribuojnë në çfarëdo mënyre, në çfarëdo forme që zëri ynë dhe syri i kësaj kamere të shtëpitë e familjet e paharruara të shkojë tek njerëzit bamirës, të cilët nuk hezitojnë, po kontribuojnë ato ku duhet. Para do kohe ishim këtu për të treguar një histori e dhimbjeje të një familje e cila jetonte në fshatin Hamidi, komuna e Obiliqit. Një familje e cila jetonte me një dhomë të vetme dhe kishte 2 fëmijë shumë të vegjël dhe një nanë të sëmur e cila thuajse nuk mundte të dilte ballë. Dhe një baba që mante gjithmonë shpresën për një shtëpi dhe për një punë dikon që të ketë nevojë, që t'ja sjell nevojat familjarëve të vet. Dhe sot po kthehemi prapë në një vend, pas një kohe, pas një muaji e gjys, thuajse ashtu, te kjo familje e cila nuk jemi ardhur më për dhimbje, po jemi ardhur për një lajm më të mirë. Fal bamirësve, fal njerëzve të mëdhej të këtij vendi, sot kjo familje posedon një shtëpi dhe kryefamiljari është futur në një punë. E gjithë kjo ka ndodhur fal shoqatës jetimat të Ballkanit në krye me Halil Kastratin, i cili nuk ka hezitu dhe e ka marrë përsipër që t'ja ndërtoj shtëpinë kësaj familje. Ne nga ky emision e falenderojmë shumë, Zoti shëndet e bereqet i qoftë. Dhe ne pa humbur kohë, po shkojmë ta shikojmë shtëpinë e cila është ndërtuar nga shoqata jetimat e Ballkanit. Këtu jemi tek shtëpia e cila është ndërtuar nga shoqatat jetimat e Ballkanit. Një shtëpi shumë e bukur, Zoti shpërbleft dhe i nderoft gjithë ata bamirës të cilët kanë kontribuar që përmes shoqatës jetimat e Ballkanit që kjo familje ta ketë një shtëpi dhe ta ketë një vend ku të ketë strehim mbi kokët e tyre. Shtëpia posedon pra një sallon të madh, që shpeshohemi, 2 dhoma gjumi dhe një banjë. Zoti i shpërbleft dhe i nderoft gjithë ata bamirës të cilët kontribuojnë, sepse kemi qenë një familje e harruar, mirë po mendimin e emisionit tonë të Harruarit, sot ajo familje është e lumtur që posedon të armën një shtëpi dhe ne i përshëndesim gjithë ata që kanë kontribuar përmes shoqatave jetimat të Ballkanit që sot kjo familje të ketë një kulm mbi kokë. Zoti ju shpërbleft, ju nderoft, mos na harroni në emisionin të Harruarit.